Top Tech në Top Albania Radio. Përshëndetje dëgjues të Top Albania Radios dhe mirë se vini në Top Tech. Si gjithmonë, jeni me mua Mateo Kadriun dhe sot kemi shumë tema të rëndësishme për diskutuar. Ndaj mos u mbasim fare kohë, nisim direkt në të parën. Në këtë moment Samsungu nuk është më kompani teknologjie. Është ai shoku që dikur të merrte borxh karikuesin dhe sot ka bler gjysmën e lagjes, sepse po flasim për plot $1 trilion vlerë në bursë, po me 12-0. Ai shumë para sa dhe kalkulatori i tatimeve thot, nuk paguem për këtë nivel stresi. Giganti korean pa aksionet i shpërthenin me mbi 10%, falçmëndurisë globale me inteligjencën artificiale, sepse sot çdo kompani do inteligjencë artificiale. Edhe frigoriferi shumë shpejt do më thot, Mateo mos hakull orën 2 në natës. Problemi, të gjithë kanë nevojë për qipa, dhe Samsungu prodhon pikërisht memorie që ushqejnë këto sisteme AI. Fitimet e kompanisë u rritën 8 herë krahasuar me vitin e kaluar, 8 herë. Dhe tani vjen pjesa interesante. Apple po diskuton me Samsungun dhe Intelin për të prodhuar qipa në Amerikë. Praktikisht Apple po sillet si ai klienti që ka bler gjithmonë tek një dyqan dhe pa pritur futet te konkurrenca vetëm për të parë. Në qendër të gjithë kësaj janë qipat HBM, super memorie për AI, që po shiten më shpejt se biletat e finales së Championship. Për Samsungun nuk është vetëm në ring. SK Hynix dhe Micron po luftojnë fort për të njëjtin treg. Ndërkohë, ironia është perfekte. Divizioni i telefonëve Samsung tani duhet të blejë me çmime të kripura, po ato qipa që kompania vet po shet me fitim rekord. Pra Samsungu po i merr lekët Samsungut, kapitalizëm final boss. Top Tech në Top Albania Radio. Apple duket se më në fund ka kuptuar diçka. Njerëzit në vitin 2026 nuk duan më vetëm një telefon. Duan telefon, AI, psikolog, fotograf, sekretar dhe ndonjëherë edhe astrolog. Dhe tani kompania po përgatitet ta kthejë iPhone-in në një lloj bufeje artificiale, ku zgjedh vetë trurin që do të përdorësh. Sipas raportimeve, me ardhjen e iOS 27-s, përdoruesit do kenë mundësi të zgjedhin mes modeleve të ndryshme të inteligjencës artificiale, direkt në iPhone. Pra imagjino tani Sirin si një menaxher lokali që të pyet, sot do të çet GPT, Gemini apo Claude me menun. Funksioni i ri quhet Extensions dhe do të lejoj AI të ndryshëm që të lidhen me Sirin, writing tools, image playground dhe funksionet të tjera të sistemit. Praktikisht Apple po bën atë që bën çdo shqiptar kur nuk i ecën me një kompani interneti. Hajde provojmë tjetrën. Deri tani Apple është parë pak si mbrapa në garën e inteligjencës artificiale. Konkurrentët po hedhin miliarda dollar në servera dhe superkompjuter, ndërsa Apple dukej sikur po meditonte një qosh me një maça në dorë. Por strategjia e tyre është tjetër. Në vend që të ndërtoj gjithë botën e inteligjencës artificiale nga zero, po mundohet ta kthejë hardware-in ekzistues në eksperiencë inteligjenta. Dhe ka ironi këtu. Apple, kompania që për vite të tëra donte kontroll absolut mbi çdo gjë, pa hap derën për AI nga kompani të tjera. Është si ai perfeksionisti që më në fund pranon ndihmë për të montuar dollapin IKEA pas 7 orësh lufte me drasat dhe 3 vite të tepërta. Pra në thelb, Apple po hyn në një epokë të re ku pyetja nuk do jetë më ç'a iPhone i ke, po cilin AI po përdor. Top Tech në Top Albania Radio. Me sa duket, Volkswagen është futur në fazën që nëse se blej unë, do e blej dikush tjetër. Sepse giganti gjerman sapo i mori Amazonit vendin si aksioneri më i madh i Rivian. Po, Amazon. Kompania që sjell karikuesin në telefonit në shtëpi për vetëm 6 orë në Amerikë kështu. Tani po sheh Volkswagenin ti zër vendin në tavolinë. Volkswagen tashmë zotëron gati 16% të Rivian, sepse bota makinave elektrike po ecën aq shpejt sa kompanitë tradicionale po sillen si prindër që sapo zbuluan TikTokun dhe po përpiqen që të duken cool. Marrëveshja mes Volkswagenit dhe Rivian ka vlerën $5.8 miliard dhe fokusi kryesor është software-i dhe arkitektura elektrike. Me fjalë të tjera, Volkswagen më në fund pranoi që makina moderne nuk është më vetëm një motor me goma. Është iPhone me rrota që të gjykon edhe kur parkon keq. Rivian ndërkohë po punon fort me modelin e ri R2, një SUV elektrik që pritet të dalë shumë shpejt në treg. Dhe Volkswagen ka aq shumë besim sa po vazhdon të hedhë miliarda dollar sa e Rivian kalon testet. Ky është ai investitori që sheh një student marr një 10 dhe i blen direkt apartament. Por ka dhe një anë dramatike. Rivian po djeg para me ritme olimpike për research dhe development. Vetëm vitin e kaluar harxoi $1.7 miliard për teknologji, autonomi dhe AI. Aq shumë para sa financieri i kompanisë me siguri hap Excelin çdo mëngjes si dikush që kontrollon tension. Dhe ironia finale,
Amazon ende përdor furgonet elektrik të Rivian për dërgesa. Pra praktikisht Volkswagen tani po fiton influencë mbi kompaninë që prodhon makinat që shpërndajnë pakot e Amazonit. Kjo është si të marrësh kontrollin e kuzhinës së rivalit ndërkohë që ai ende ha aty çdo ditë. Top Tech në Top Albania Radio. Me sa duket, kamerat kanë hyrë zyrtarisht në pension, sepse një kompani amerikane sapo prezantoi një teknologji që mund t'i zëvendësojë komplet. Po flasim për Ouster, një kompani lidari që sapo tha, po sikur kamera dhe sensorit të ishin e njëjta gjë. Dhe sinqerisht kjo tingëllon si ideja që lind në orën 3 të mëngjesit midis 3 inxhinierëve dhe një pice të ftohtë. Teknologjia e re quhet Color Lidar dhe në thelb bën 2 punë një herësh. Ajo është e thellësinë si lidari normal dhe njëkohësisht kap ngjyrat si kam. Pra robotaksit tani jo vetëm që çojnë, por edhe me stil. Praktikisht po afrohemi shumë pranë momentit kur makina do dallojë edhe nëse ke dalë nga shtëpia me një kombinim katastrofë. CEO-ja kompanisë sa që kjo është ëndra e çdo roboti dhe nuk po tallet. Deri sot kompanitë përdornin kamera plus lidar dhe pastaj përpiqeshin t'i bashkonin të dhënat. Një proces që ishte shumë i lotshëm. Tani Ouster po i fut të gjitha në një chip të vetëm. Sensori shet deri në 500 metra larg dhe kompania pretendon se në disa raste është më i mirë se kamerat moderne. Me pak fjalë, roboti i së ardhmes nuk do ketë sy dhe tru të ndarë, do ketë një super sy që bën gjithçka. Dhe koha nuk mund të ishte më perfekte. Robotaksit tani po shtohen, robotët humanoid po marrin investime marramense dhe çdo kompani po kërkon sensor me inteligjencë. Pra ndërsa ne ende grindemi me kamerën e iPhone-it që na e nxjerr fytyrën si në foto patente, robotët po marrin sy 3D me ngjyra Ultra HD. Top Tech në Top Albania Radio. Uber me sa duket ka vendosur që mos jetë më vetëm ai aplikacioni ku shoferi të thotë jam poshtë, ndërkohë që është ende 11 minuta larg. Jo, tani kompania ka një plan shumë më të madh, të kthejë miliona makina nëpër botë në spion profesional për inteligjencën artificiale. Po, seriozisht. Ideja e re e Uber është që në të ardhmen makinat e shoferëve të pajisen me sensor special që mbledhin të dhëna nga rrugët reale për kompanitë e makinave autonome. Pra çdo kthes, çdo semafor, biçikletë që del pa paralajmërim dhe çdo moment klasik, o shef, ku po shkon, mund përdoret për trajnuar robotët e së ardhmes. Dhe sinqerisht bën sens, sepse sipas Uber, problemi nuk është më teknologjia. Problemi janë të dhënat. Makinat autonome kanë nevojë të shohin miliona situata reale për të mësuar se si të sillen. Praktikisht si një shqiptar që mëson të ngas makinën vetëm pasi i bien 3 herë borive në Tiranë. Uber tashmë ka partneritet me 25 kompani të makinave autonome dhe po ndërton diçka që e quajnë AV Cloud. Një bibliotekë gjigande me skenar real nga rrugët. Me pak fjalë, Uber nuk do të ndërtojë vetë robotin, do bëhet profesori që ju jep të gjithëve kopjen e testit. Vite më parë, Uber hoqi dorë nga ëndra për të krijuar makinat e veta autonome. Tani po rikthehet në lojë nga dera pasme. Si ishin që thot, jo, thjesht dola rastësisht. Me pikja, Uber thot se nuk do fitoj para nga këto dhëna. Që është afërsisht si dëgjosh dikë që thot, po mbledhar për qef, jo për lek. Atëherë miq, ky ishte Top Tech për sot. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe shpresoj që të keni mësuar diçka të re. Do të dëgjojmë javën tjetër me tema akoma më interesante. Ciao.